Falenderojmë Allahun që na vuri në provë ne me vujtjet më të rënda, që kështu të ngushullohen besimtarët që vinë pas nesh dhe të mos i shohin të rënda vuajtjet e veta. I larti Imam Hysein a.s. me një trimni të madhe doli në fushë të luftës. Komandanti i ushtrisë armike ndaloi ushtarët për luftë dhe i tha: "O ju të paditur, trimëria e Mustafait, ato të Murtezait, sot janë në trupin e Hyseinit. Prandaj duhet të sulmoni të gjithë me njëherë." Ushtria, sipas urdhnit të komandantit, hodhën shigjetat duke i hapur trupit plak të reja. Por Imam Hyseini filloi të kthehej në çadrat. Në këtë kohë, në atë trup që lëvizte gjaku i Muhammed Mustafait, i Aliul Murtezait dhe i pahti me zëras, kishte 72 plak. Ndërkaq, ai ul në tokë. Ymer Sadi shkoi me njëherë që t'i hiqte kokën. Imam Hyseini a.s. me pafuqin që kishte i tha: "Për të më hequr kokën erdhe o i biri i Sadit." Ky u tërpërua dhe u largua. Kështu, kjo shtyll e lartë e drejtësisë, kjo anije e durimit hynor, ky diell i fesë muhamedane, i vuri krahët tokës. Shigjetat e armiqve nuk i lanë ndonjë gjymtyr të trupit pa ja larë me gjak. Ndoshta brenda një plage ndodheshin me mia shigjeta. Në atë gjendje që ishte, ai ju drejtua ushtarëve armiqtu i thënë: "O ju kombi Sufjan, ke ju nuk ka shenja feje dhe jeni të pamëshirshëm, por çështjen e nderit e keni ruajtur. Prandaj mos veproni në dëm të grave të Ehli Bejtit." Shigjetat e armiqve nuk i lanë ndonjë gjymtyr të trupit pa ja larë me gjak. Ndoshta brenda një plage ndodheshin me qindra shigjeta. I prerë nga fuqia, Hazreti Imam Hyseini a.s. pasi ushtri në tokën e Kerbelas, sërisht i dha guxim vetes dhe u ngrit në këmbë. Ushtarët, kur pan Imam Hyseinin a.s. në atë gjendje, u afruan me njëherë që ta vrisnin. Dhe në atë qast, një i mallkuar e qëlloi me shigjet në balë. Kur imami hoqi shigjetën, i plasi gjaku që i mbuloi tërë fytyrën. Atëherë, i larti Imam Hysein a.s. shiu me të dyja duart gjakun, duke thënë se ndoshta nuk do të ishte mirë që të dilte para gjyshit, babës, nanës dhe vëllait me këtë fytyrë. Kështu, ky mbret i të dy jetave, ndërsa po i vinte koha për të dhënë shpirt, u kthye drejt kibles dhe po priste kohën për të rënë dëshmor. Nga ushtria e mallkume, shumë ushtar u afruan afër Hazreti Imam Hyseinit a.s. për të hekur kokën, por ai i kthente dhe i thonte: "Ju nuk jeni vrasësit e mi, mos u bëni vegël, sepse nesër do të pësoni vuajtjet më të rënda." Por shimri vrapoi me të shpejt dhe i hipi në krahanor Imam Hyseinit a.s. që ishte i zhytur në pellg gjaku. I dashuri i Allahut, mbreti i dëshmorëve të Kerbelas, në atë gjendje që ishte, qeli syt dhe i tha: "Cili jeni ju o fazzi?" Gjatë pjersi i mallkuar ju përgjigj: "Jam Shimër Dhil Gjausheni." Imam Hyseini a.s. i thot: "O Shimër, hiqe mbulesën e fytyrës që të shoh pak syt." Shimri i mallkuar hoqi mbulesën dhe i tregoi fytyrën e dytë të tij. Imam Hyseini a.s. sa pa e pa atë fytyrë tha: "Sa e drejtë është fjala e profetit." Sepse në gjendjen shpirtërore, profeti Muhammed sallallahu alaihi ve alihi ja kishte treguar Imam Hyseinit a.s. fizionomin e vrastit të tij. Imam Hyseini a.s.
të mallkuarit që I kishte hipur në karanor I thot: O ti shimër, ti je vrasësi im. Si I thon këtij muaj, çfarë dite është sot dhe çfarë kohe jemi? Shimri I mallkuar në përgjigje të tij I thot: Këtij muaj I thon muaj Muharrem, sot është ditë e premte dhe koha e të falurit të mesditës. Imam Hyseini alayhi salam I thot: O gjakpirës fazi, si ky muaj që është I nderuar, dhe sidomos dita e sotme që është ditë e premte dhe koha e të falurit të mesditës, të gjithë besimtarët nëpër minbere janë duke përmendur cilësitë e larta të gjyshit tim. Si gudoni të bëni një vepër kaq të poshtër? O gjakpirës I pamëshirshëm, largohuni pak nga kraharori dhe më lejoni që më këto buzë të përvëlume prej etjes dhe me gjak t'i lutem pak Allahut, sepse e kam trashëgim nga babai tim që të vritem në një kohë kur jam duke ju falur Zotit. Me forcën e Allahut u arrit të largoj gjakpirësi shimër nga krahanori I Hazreti Imam Hyseinit alayhi salam, dhe vet imami nuk ishte në gjendje të ngrihej. Vetëm me mundime të mëdha dhe me ndihmën e Allahut arriti të çohej në këmbë duke ju drejtuar kibles. Kështu Imam Hyseini alayhi salam vuri kokën në tokë dhe nisi t'i falej Allahut. Shimri I mallkuar, I cili u pendua që I dha leje të falej në çastin që Hazreti Imam Hyseini po falej në sejdë, nxorri shpatën dhe I preu kokën. O Zot, kjo mënyrë vrasje ishte një tmerr për rruzullin toksor. Engjujt dhe gjithçka ekzistonte në botë u drodhën por si fleta e bletës dhe qanin. U duk se po përmbysej toka. Të gjithë gjallënesat e botës nuk mundën të mbanin këtë vuajtje të madhe shpirtërore. U përvëluan njerëz e kafsh, prej kësa ngjarje u trondit dheu dhe qielli. Nga tmerri I kësa ngjarje qante dhe vajtonte çdo gjë e gjallë në botë. Në këtë rast, faqen e dheut e mbuloi një re e zezë. Gjithçka u errësua. Bashkë me errësinën plasi një gjam dhe një stuhi e madhe, sa që u duk se u përmbys bota. Kjo mrekulli e natyrës u bë për nder të dëshmorëve të Kerbelas dhe princit të tyre, Hazreti Imam Hyseini alayhi salam. Në këtë moment, shpirti I pastër I mbretit të dëshmorëve të Kerbelas, Hazreti Imam Hyseinit, u paraqit tek Allahu. Qoftë shpëtimi dhe falja mbi atë shpirt të pastër, mbi prindët e tij, mbi vëllezërit dhe shokët e tij, mbi të gjithë ata që ranë dëshmor në fushën e mjeruar të Kerbelas.